أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Salavatet, selamet qofshin për dërguarin e Zotit, Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ndjekësit e rrugës së tij. Të nderuar besimtar, ju përshëndes me selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Jemi në muajin Ramazan, muaj fillimi I të cilit është mëshirë, mesi falje dhe fundi shpëtim. Që në fillim u auroj muajin Ramazan dhe dëshiroj që secili nga ne të përkushtohet dhe t'i merret e mirat e këtij muaji të bekuar. Sepse me përkushtim e devotshmëri I përgjigjemi urdhrit të Allahut xhaleshanuhu. Një herit shfrytëzoj rastin që ta lut Zotin xhaleshanuhu që këtë ditë të agjërimit na ketë pranuar. Muaji I Ramazanit është muaji I begative të shumta, muaji I mirësive të shumta dhe muaji I urtësive të shumta. Është vërtetuar se nëpër të gjitha obligimet ka begati, mirësi dhe urtësi, dhe kapitali më I madh që ka njeriu në këtë kohë nuk është veç pasuria e mençuria, por është edhe lidhja mes njeriut dhe Allahut xhaleshanuhu. Pastaj është edhe lutja edhe mëshira e tij. Adhurimet që Islami ka bërë të detyrueshme janë si ilaç për shumë smundje shpirtërore, dhe gjatë agjërimit pastrohen shpirtrat, afrohen zemrat, hapen dyert e parajsës, shtohet mirëbërja. Agjërimi në shpirt mbjell moral dhe e forcon vullnetin dhe vendosmërinë. Agjërimi e afron adhuruesin më afër krijuesit. E njëherit atij I pranohet lutja. Allahu xhaleshanuhu thot, e kur robrit e mi pyesin ty për mua, unë jam afër, I përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet. Pra me lutje të Allahu xhaleshanuhu duhet ta fillojmë këtë muaj dhe deri në momentet ta mbarojmë këtë muaj të agjërimit. Është koha më e mirë, është momenti me të cilin shpresohet pranimi I tyre. Janë disa kohë shumë të rëndësishme ku duhet të bëhen lutjet. Është koha e syfyrit, prandaj këtë kohë duhet ta shfrytëzojmë dhe në momentet të syfyrit të lutemi Allahu xhaleshanuhu. Është koha e iftarit, koha në mes të ezanit e ikametit, koha e udhëtimit e tjerë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ai që agjeron Ramazan me një besim të paluhatshëm dhe shpreson në shpërblim, atij I falen mëkatet e vogla. Ne të gjithë kemi dëshirë të dimë për urtësitë dhe të mirat e agjerimit, dhe zakonisht ne mundohemi xhamateve tona në xhamiat tona t'ju tregojmë për të mirat e agjerimit, pra me lutje në syfyre në iftar për të fituar të mirat e agjerimit. Besimtari I paluhatshëm e di se Allahu xhaleshanuhu e do robin e vet dhe ja pranon adhurimet. Pra agjerimi është zeqat për shpirtin, është pastrim për zemrën, është aftësi për mendjen. Dhe gjatë këtij muaji me neve duhet jetë edhe bujaria. Duhet të dimë se Allahu xhaleshanuhu gjithçka që ka krijuar ka përcaktuar në të dhe urtësi. Dhe çdo detyrë që ka përcaktuar për ne, ajo është sprovë për ne, për ta parë se cili është robi I Zotit dhe cili është rob I pasioneve të veta. Allahu xhaleshanuhu thot dhe fale namazin të dy skajet e ditës dhe në orët e afërta të natës. Pra çdo njeri I cili fal 5 kohët e namazit, jep zeqat, agjeron Ramazanin, e kryen haxhin
dhe largohet prej gjunaheve, do t'i thuhet ditën e gjykimit, hyn në xhenet. Me një fjalë, ai me veti i ka të mbledhura të gjitha të mirat, siç ka thonë pejgamberi alayhis salam, me veti e ka qelsin e xhenetit. Agjerimi është muaj në të cilin besimtari udhëzohet që të jetë sa më afër krijuesit të tij. Dhe mbështetja në Allahun është ndër shkaqet më të forta me të cilat muslimani mbrohet nga çdo e ligë. Me mbështetjen e Allahun xhaleshanhu të largohet zullumi i zullumçarit. Pra çdo njeri ka nevojë për mbrojtje dhe mbrojtjen më të mire ka te Allahu dhul xhelal. Pejgamberi alayhis salam i tha njerit prej shokëve të tij, ti i ke dy cilësi që i do Allahu xhaleshanhu shumë. E ke vetë përmbajtjen dhe je i jurt, dhe për këto dy cilësi ka nevojë çdo besimtar, sepse urtësia dhe vetëpërmbajtja janë cilësi hynore. Urtësia dhe vetëpërmbajtja shpërblehen shumë në Ramazan. Pejgamberi alayhis salam tha këto dy cilësi duhen njeriu në çdo situatë. Prandaj ti kemi me veti këto me ditën e parë që të fillojmë agjerimin e deri në fund. Veç këtyre cilësive në Ramazan duhet të kesh kujdes për namazin, ta krysh ato rregullisht në xhami apo në shtëpi, dhe në dy kush lexon Kur'an do t'i thuhet ditën e Kiametit, lexo dhe rrite pozitën tënde në xhenet. Dhe në tre sadakaja. Pra besimtari kur i kompleton këto namazin, agjerimin, sadakan, me siguri se do t'jetë prej xhenetlive. I dërguari i Allahut ka thënë shumë të mira për këtë muaj të madh, dhe një prej të mirave ka thënë dhe ka përmend edhe praktikisht pejgamberi alayhis salam, ka dhënë shumë sadaka, ka qenë shumë bujar, dhe më bujar ishte gjatë muajit Ramazan, kur i vinte Gjibrili për ta përsëritur Kur'anin. Bujaria e pejgamberit alayhis salam ishte shumë e madhe, ishte e vazhdueshme dhe i ka përfshi të gjithë. Pra, për ta përmirësuar veten nga lëshimet gjatë agjerimit, dora e jon duhet të jep sadaka dhe duhet të jesh bujar siç ka qenë pejgamberi alayhis salam. Allahu xhaleshanhu ka thënë: o ju që keni besuar, jepni nga ajo me çka ne u furnizuam juve. Pastaj tha shembulli i pasurisë së atyre që japin në rrugën e Allahut është si një kokër që i mbin 7 kallin, dhe në secilin kalli 100 kokra Allahu xhaleshanhu i shumë fishon. Ati që është bujar, pra Allahu xhaleshanhu ja shumë fishon. Derisa jemi vëllezër në dynja, duhet të shpenzojmë me atë që Allahu xhaleshanhu na ka porosit. Sadakaja në Ramazan është vepra më mirë që e do Allahu dhe e shpërblen shumë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: dora që është lartë është më mirë se sa dora që është poshtë. Dora e lartë është ajo që jep, ndërsa dora e poshtë është ajo që lypën. Pra sadakaja fshehu razi e largon zemrimin e Allahut xhaleshanu. Pastaj tha pasuria nuk paksohet kur jep besimtari. Ajo shtohet duke e marrë Allahu xhaleshanhu me të djathtën e tij dhe e rrit derisa të bëhet sa animal apo edhe më madh. Allahu xhaleshanhu na boft prej atyre që japim lemosh, që bëhemi prej bamirësave, sepse bamirësia është çdo herë rëndësishme, por më e rëndësishme është gjatë ditëve të agjerimit. Urdhrat e Kuranit janë për ta lartësuar shpirtin e besimtarit. Edhe agjerimi është adhurimi i shpirtit që e lartëson njeriu. Edhe agjerimi e mëson besimtarin të jetë i thjesht, sepse thjeshtësia është grad shumë e lartë, por edhe rënd për njeriu. Dhe kjo do të thotë të jesh robi i Allahut xhaleshanu. Të gjithë e dim se mendje madhe nuk ka vlerë te njerëzit. Kur njeriu tregohet i thjesht, atëherë ai lartësohet te Allahu xhaleshanu.
i cili thot, ju thot me lajkeve, o me lajket e mi, lartësojeni këtë njeri. Pra, ne të gjithë duam të jemi njerëz të lartë të Allahu dhe kjo lartësi arrihet me urtësi dhe arrihet me thjeshtësi dhe kur sillemi mirë me njëri tjetrin dhe jemi pra kështu që shka kërkues Zoti xhaleshanhu, kjo është vlerë prej vlerave të mëdha njerëzore. Një sekret tjetër i agjërimit është t'i kujtojmë të mirat e Allahut. Ta kujtojmë se Allahu xhaleshanhu na ka dhënë shëndet, na ka dhënë pasuri, na ka dhënë gjithçka të mira në këtë dynjë dhe nëse e falenderojmë atë për të mirat, Allahu xhaleshanhu thot, unë do t'ja shtoj edhe më të mirat. Sekret tjetër i agjërimit është të jetojsh në hallin e tjetrit, dhe halli i tjetrit nuk zgjidhet veç me fjalë të bukura. Pra Islami dëshiron të vendosë drejtësinë e tokë, por drejtësia nuk vendoset pa pasur mëshirë për njerëzit. Mëshira nuk mund të ekzistojë pa ditur hallin e tjetrit, pa jetuar atë, dhe kur ti nuk e di se çfarë heq ai që nuk ka për të ngrënë. Allahu xhaleshanhu nuk na urdhëron të jetojmë si të varfër, por të paktën gjatë këtij muaji ta shijojmë çdo të thot uri e etje. Dhe tregohet se Jusufi alayhis salam ishte ministri i bujqësisë. Ai kishte në dorë magazinat e drithit, i kishte të mirat e shtetit të asaj kohe, por kur hante nuk ngopej. Kur e pyesnin njerëzit se pse nuk ngopej, ai thoshte kam frikë se nëse ngopem i harroj hallët e nevojtarëve fukarave. Kjo është feja e solidaritetit, dhe të jesh i përfshirë me hallin e tjetrit, të paktën gjatë muajit Ramazan, e kemi detyrë. Sekreti tjetër në këtë muaj është forca shpirtërore, që secili ta ruan agjërimin. Dhe ky muaj na mëson të gjithëve që mund të largohemi prej veseve të këqija, dhe momenti më i mirë është të pendohemi dhe kurrë mos të kthehemi në gjërat e ndaluara. Dua t'ja kujtoj vetes dhe të gjithë atyre që duan të dëgjojnë që ky është muaj i pastrimit, muaj i pastrimit të shpirtit, është muaj i fitores mbi veten e tij. Ditët dhe netet, madje edhe minutat e këtij muaji, lum kush i shfrytëzon. Nuk janë sikurse minutat dhe ditët e tjera, por për çdo minutë Allahu xhaleshanhu shpërblen shumë fish. Pejgamberi alayhis salam thot, kush agjeron me besim te Zoti i gjithësisë, atij falen mëkatet. Gjithashtu për netët e Ramazanit thot, kush e falen namazin e taravis me besim te Zoti i gjithësisë, Allahu xhaleshanhu atij ja falen mëkatet e kaluara. Pejgamberi alayhis salam thot, lutja e besimtarit agjerues para iftarit peshon shumë, ka peshë të rëndë, dhe lum ai i cili lutet në këto momente. Ajo nuk kthehet mbrapsht. Lutja e agjeruesit e ka garantuar Allahu xhaleshanhu, prandaj besimtarit duhet ta shfrytëzojë këtë kohë në maksimum 10 lutet të Zotit xhaleshanhu. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam thot, hani syfyr sepse në syfyr ka bereqet. Shkurt të çdo punë e mirë në Ramazan ka vlerë të madhe dhe qëllimi kryesor është arritja e devotshmërisë dhe një mundësi mjaft e mirë për ta kalitur durimin dhe vetëpërmbajtjen. Është edhe një mundësi për ta kontrolluar zemrimin dhe Allahu na mundsoft të përgatitemi me këto utësi të Ramazanit dhe të bëhemi të devotshëm. Dhe të jesh i devotshëm do të thotë që të gjej Allahu xhaleshanhu aty ku të ka urdhëruar dhe të jesh larg gjërave që të kanë ndaluar. Ka shku një njeri te pejgamberi alayhis salam dhe i ka thonë, oj dërguari i Allahut, të më këshillo diçka, dhe pejgamberi alayhis salam i tha, të këshilloj që të jesh i devotshëm ndaj Zotit, pasi kjo është kulmi i fesë.
Devotshmëria ka shumë fryte, shumë mirësi. Ne mund t'i numërojmë disa, për ka shumë që Allahu Xhaleshanhu i vlerëson. Pra kur të jesh i devotshëm, Allahu Xhaleshanhu t'jep dituri. Vetë Zoti Xhaleshanhu është me ty. Të hiqet friga, të shtohet risku, të falen gjunahet. Do të kalojsh lehtë dhe shpejt urën e siratit. Do të jesh në xhenet me njerëzit e dashur tu, dhe në ditën e kiametit do të jesh mik i Zotit Xhaleshanhu. Për këto ditë Allahu Xhaleshanhu ka thonë, pra për ditën kur do të dalim para tij, ditën kur do të bëhen të devotshmit, te i gjithë mëshirshmi si mysafir të ftuar, dhe në këtë ditë do të dalin ata që u falen, do të dalin ata që agjëruan, ata që ulën shikimin prej haramit, ata që u kujdesen për prindrit, dhe ata që ishin të devotshëm. Allahu Xhaleshanhu na ka mësuar përmes Kuranit që të bëjmë lutje sa më shumë, të bëjmë lutje atij mëngjes e mbrëmje, të bëjmë lutje Zotit Xhaleshanhu ditën dhe natën, në shtëpi dhe në udhtim, i shëndosh ose i smur, duke qenë në gjendje rahatie dhe në vështirësi. Allahu i madhëruar e do besimtarin që i lutet atij. Por njëkohësisht ai kërkon nga ta që të jenë të përulur ndaj tij dhe që kërkesat e tyre t'i paraqiten vetëm Allahut Xhaleshanhu pa luhatje, dhe kur i lutesh Zotit Xhaleshanhu pa luhatje, pa dyshim Allahu Xhaleshanhu i pranon ato. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allahu zemërohet me ata njerëz që nuk i kërkojnë falje, që nuk kërkojnë asgjë, i kalon muaj Ramazan dhe asnjë lutje nuk e bën te Zoti Xhaleshanhu. Allahu është i zemëruar me këta persona. E lus Allahun Xhaleshanhu që të na bëjë prej atyre që agjerojmë, që lutemi, sepse lutja është litari që të bashkon me Zotin. Allahu na boft prej atyre që agjerojmë, falem, japim zeqat, sadaka, dhe na mundsoft që të përgatitemi për çdo ditë të Ramazanit, ta përgatisim shpirtin dhe të jemi gati që në çdo moment ta dorëzojmë atë për ahiret dhe të dalim prej këtij muaji me mëkatet të falura. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.